Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për aktualitetin politik teksa vendi shkon drejt zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të 11 majit, ndërkohë që kanë dalë në sipërfaqe përmes një katalogu pasuritë e sekuestruara të dhëndrit të Berishës, por edhe të ish bashkëshortes së Ilir Metës, Monika Kryemadhit. Gjithashtu do të prekim edhe tematikat e tjera asaj përket vizitës së kryeministrit Edi Rama në Greqi. Dhe për këtë qëndroni me ne deri në fund të intervistës, pasi kemi të ftuar avokatin e njohur Zaçe Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmbrëma. Zoti Islami, si e komentoni atmosferën e skenës politike dhe çfarë loje po luajnë aktorët kryesor politik Rama dhe Berisha, por edhe partitë vogla rreth tyre? Këta të dy janë dy gjarpërinj të plagosur politikisht po flas. E din që davan e kanë të humbur, e din se që pret, e din që do arrestohen, po u arrestohen dhe bashkëpunëtorët ditë për ditë, këta të Edi Ramës, po do arrestohen dhe këta të tjerë të kampit tjetër, të bandës tjetër, Sali Berishës. Sepse bol i toleroi Amerika këta njerëz, bol bodhen, bol grabitën, bol shkelën, shtypën, bën çfarë dëshi qefi, përzun nga Shqipëria 1 milion shqiptar, vetëm gjatë këtyre 12 vjetëve që qeveris ky përbindës i gjatë, ky gorilla i gjatë, vetëm gjatë këtyre 12 vjetëve ka ikur 1 milion shqiptar nga Shqipëria. Çfarë do duhet bëjnë shqiptarët në këto zgjedhje? Por nuk do bëhet zgjedhje, unë ta kam thënë, unë e di që nuk do bëhet zgjedhje kur, ndaj nuk kam asnjë lloj mendimi, nuk jap mendim për këtë punë. Është kot që të diskutoj. Duke qenë se i referohemi njoftimit zyrtar tashmë mbi zgjedhjet, prandaj. Këta i bëjnë qefin vetes, këta e din mirë që nuk do bëhet zgjedhje. E din, po bajnë afër simpatizantë e tyre, mbështetësit e tyre, të mos bien moralisht. Në fakt, një veta që ishin që e shoqërojnë se ky Elifat Mirxhafa këtu para gjysmore te këto zyrat që kanë aty me një shpur, një 10 veta, sa ishin 12 veta. Dhe gjë e parë që i thash Zurdo zotëri, thash, u kritikova partije dje Vudjobat i thash, Vudjobën i thash. Pra, dhe zgjedhje nuk do bëhen, thash. Thua tha nuk do bëhen, po se mund thash që nuk do bëhen zgjedhje, mos u loni kot. Me i dha të punë për ju, vazhdoni punën që keni, thash. Pra, të dish, dua të them që unë kam thënë, them dhe i qëndroj asaj fjale që ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet emisarit dhe vizionarit, misionarit shqiptaro-amerikan, që nuk do bëhen zgjedhje. Tani në këtë botë gjithçka ndodh. Si komentoni pasuritë e sekuestruara, por edhe të konfiskuara që kanë dalë në sipërfaqe sa i përket atyre të dhëndrit të Berishës, por edhe të ish bashkëshortes së Ilir Metës, Monika Kryemadhi? Më kujtua Monika me atë fjalën, me atë që tha atëherë në intervistën që bëri me televizioni Agon, ish televizioni Agon, që tha, Sasha tha, për macën e saj ka 2 tualete, tha. Imagjino se ku kanë arritur ata me vjedhjet e tyre. Dhe unë nuk e di pse po i vonojnë. Domethënë, akoma mendojnë se do shpëtojnë. Sekuestrimet që janë bërë, duhet urgjentisht, jo sekuestrim, o të dalin anë kandë dhe t'u jepen qytetarëve shqiptarë, të shiten, sepse është mall i vjedhur. Ku i gjetën parat për zotëri për këto pronat që kanë bërë? Pse nuk thonë sa të ardhur kanë, sa shpenzime kanë, çfarë kanë mbetur, si i morën këto, si i fituan? Jo më janë para, janë mall i vjedhur, janë mall hajdutësh. Prandaj do të, jo vetëm që do të janë sekuestruar, por do t'i paguaj, do të shpërnësohen. Do shpërnësohen. Këta që për një certifikat pronësie në hipoteka vete heq të 10 ullirit, qytetarë shqiptar, dhe më në shikojni në emisionet e mëngjesit që japin këta 1-2 televizione që flasin qytetarë shqiptar, ditë për ditë po ankohen për poshtërsi dhe për vjedhje dhe për grabitje, sorollatjet, mashtrimet që u bëjnë zyrtarët e këtij pushteti dhe nuk u japin letrat e pronave të tyre. Këta zotëri me hajdutëllë që e kanë fituar, me vjedhje e kanë fituar 145 që morën pushtetin
morrat e kuq dhe me vjedhje po e vazhdojnë dhe tani. Nuk ka ndonjë dallim pjesa tjetër që quhet opozit. S'ka opozit në Shqipëri. Nuk ka, janë bashk, hanë bashk, vjedhin bashk. Po të them vetëm kaq. Në të gjitha gratacelet që janë në Tiranë, Sali Berisha ose Ibiri, nuk e di kush nga ata të dy, ka 50% aksione. Ku i gjetën parat? Ku i gjetën, more? Pse nuk del Sali Berisha tot kush me çfarë pagoi atë amerikani që ka ardhur aty për t'i bërë fushatën, me çfarë pagoi? Pse nuk e thot? Të dalën të thonë qytetarëve shqiptarë se ore, nuk janë vetëm unë që e kërkoj këto. Janë të gjithë demokratët, por kanë frikë të flasën, sepse shqiptarëve akoma nuk u ka ikur frika. Kjo është fatkeqësi kombëtare. Menduam që në 91-shin e 92-shin vram frikën. Si të vërtet, frika pas ka ngelur brenda mendjes dhe zemrës së shqiptarëve, nuk u ikën frika. Dhe prandaj unë u them që çohuni dhe denonconi pislliqet që kanë bërë, qoftë Saliu, qoftë Dhëndri, qoftë Ibiri, qoftë Monika, qoftë Iliri, kushdo që të jetë. Ishte Sali Berisha në pushtet me Ilir Metën kur u vë fesari Krapës. Dhe akoma s'ka dhe njëri llogari. Akoma. A mendoni se SPAK do të konfiskoj dhe bashkë me gjykatën do të sekuestroj pasuritë e politikanëve të tjerë të nivelit më të lartë, qoftë të mazhorancës, por edhe të opozitës? Unë nuk e di çfarë pengon SPAK-un tani të filloj punën. Kam pretendimet e mia. SPAK-u tani dokumentat i ka, provat i ka, nga Byroja Kombëtare e Hetimit janë kopsitur dosjet të gjitha, i kanë në tavolinë, janë mbyllur si çështje në kuptimin jo mbyllur zarfi. Jo mbyllur çështja, po mbyllur zarfi, domethënë kanë gati në tavolinë për të filluar arrestimet dhe çuarin para drejtësisë. Se di pse se bëjnë. Janë të vonuar, janë shumë të vonuar. Si e konsideroni rikthimin e përfaqësuesve amerikan të Opdatit në SPAK, por midis tyre ka shkuar edhe një agent i FBI-s, ndërkohë që nga ana tjetër kryeministri Edi Rama deklaronte se amerikanët tashmë janë larguar një herë mirë nga SPAK-u. Po Edi Rama e ka filluar me të gënjur, e ka marrë me gënjeshtra pushteti dhe vazhdon akoma të gënjej, po gënjej budallëq, jo mua s'u gënjen dot. Zotri, specialistët amerikanë vajtën në Amerikë për punë të tyre, të shtetit të tyre, për i thirrën në Amerikë ata që i paguajnë dhe i kthyen në Shqipëri po ata që i paguajnë. Dhe Byroja Kombëtare e Hetimit dhe SPAK-u paguhen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ta fiksojnë shqiptarët, mos dëgjojnë mashtruesin, të mos dëgjojnë këtë mashtrues ordiner, mo ky është mashtrues nga ata të rrugëm, nuk është ose për burr shteti i krymbur. I gënjen tërë ditë për nuk e kanë përgjithë ta të gënjejnë. E filluaj me gënjeshtra dhe me mashtrime Enver Hoxha dhe po e vazhdon dhe ky një lloj si ai. Po edhe Sali Berisha po ashtu me gënjeshtra dhe me mashtrime. Këta gënjejnë. Këta janë një parti, këta janë një grup i strukturuar kriminal që ka uzurpuar politikën në Shqipëri dhe nuk e lëshojnë. Ta kam thënë edhe një herë tjetër, janë marrë vesh në prill të 2008-s për të qenë këta gjithmonë në pushtet dhe e mbajnë pushtetin dhe Amerikë dhe perëndimorët dhe Amerika nuk foli deri dje. Shqyr që sot po flet Amerika. I harruat ambasadorët e Bashkimit Evropian, ata gangsterët, atë që na tregoi Gishin e Mesit kur vajti te drejtoria e Tiranës, e harruat. I harruat xhirot dhe kafenet dhe kafet që pinte Juri Kimetja me politikanët shqiptar. I harruat. Po i harruat atë fatkeqësi për shqiptarët. Kur them, nuk ta them ty personalisht, kuptohemi, u them shqiptarëve nëpërmjet ekranit tuaj. Po shqiptar, hapni syt, armiqtë tanë shekullor janë evropianët. Hiqni çdo lloj besimi te Europa. Nuk do vemi në Europë, po them unë, nuk do vemi në Europë. Se dhe Europa vetë nuk do jetë më ajo që është. Kam besim te Amerika dhe do bëhet siç kërkon Amerika. A besoni se me rikthimin e përfaqësuesve amerikan në SPAK goditjet do të jenë më të forta si para zgjedhjeve nëse do të mbahen ashtu edhe pas tyre? As bëhet fjalë fare, nuk kam ndonjëherë ndyshim atë. Unë thjesht pres kohën tani. Dhe
do me thënë, mezi pres deri në datën 15 prill që do fillojnë dhe do mbarojnë arrestimet. Dhe pastaj do ngrihet qeveria teknike dhe do zgjidhet problemi. Do kaloj vendin në zgjedhje, do bëjnë ato ndryshime që kemi thënë, ndryshime kushtetuese. Nuk do ketë më republikë parlamentare, nuk do ketë më kryeministra dhe ministra, do ketë një president, 12-13 sekretar shteti, një drejtor përgjithshëm policisë shtetit dhe kaq. Kjo do jetë qeveria e ardhshme. Jo siç e kanë bërë tani që vetëm në Bashkinë e Tiranës punojnë 50.000 veta, 30.000 veta, nuk e di se sa punojnë, sa në punë, një administrat që i marrin, i paguajnë në administrat, që të votojnë për ta. Pra neve nga të gjitha anët këta po na vjedhin, po na grabitin, po na shkelin, po na përdhosin, po na bëjnë të tëra. Pra ju mendoni se e vetmja mënyrë për të rrëzuar këtë kast politike nuk është vota, por është spaku? Absolutisht po. Absolutisht po. Këta kanë bërë krime të mëdha, mos zotëri. Ore kanë bërë krime që nuk ngrihen, nuk ka pesh që t'i peshoj. Dhe këta vazhdojnë në dalë gënjejnë tani ditën për diell, thot ai do bëjmë atë, do bëjmë këtë, ma epni dhe njerë mua, thot ky gorilla i gjatë, ma epni dhe njerë pushtetin mua e u, thot se do të shpjen në Evropë në 2027. Ore që deri këtu kanë arritur shqiptarë sa të mos i donore me këtë allësi. Kush je ti që do na japësh pasaport amerikane? Ashtu pasaport evropiane. Kush je ti mor? Na ti e ke dorë? Kush të pyet ty? Ty s'të pret një se vjen një ambasador në zyrë. Ti nuk ke një marrëdhënie me ti vetëm lajt thaj atë Giorgia Melonin, atë italiankën. Që dhe ajo për vetë saj ka këmë të sapun të lagët atje ku është. Si komentoni takimet në Kret dhe në Athinë të Edi Ramës me migrantët shqiptarë që jetojnë dhe punojnë atje? A shqetësohet vërtet për problemet e migrantëve Edi Rama, apo e bën thjesht për propagandë? Është thjesht propagandë, se këta unë ta kam thënë, po e them prapë në mënyrë të përsëritur, të janë mjeshtrat e propagandës. Nuk ka si këta për propagandë dhe për mashtrim. Dhe gënjejnë aq shumë, dhe thonë gënjeshtra aq më dha sa bëhen të besueshme. Janë me teorinë e Goebbelsit. Sa më madhe të jetë gënjeshtra, aq më e besueshme është. Dhe pikërisht këtë bëjnë. Shqiptarët janë, nëse na ndjekin, shqiptarët e diasporës, sidomos shqiptarët që janë në Greqi dhe në Greqi, mirë them, në gjitha zonat e Greqisë, duhet të më dëgjojnë dhe ta besojnë këtë që u them, që nuk do bëhet zgjedhje, ai nuk interesohet as pak për ata, se po të qesë do interesoj për ata, nuk do kishte bërë këtë krim me përmasa kolosale të përzënjes se 1 milion shqiptarëve gjatë periudhës që ky është në pushtet. Pra, vazhdon të mashtroj shqiptarët me djersin e shqiptarëve, me milionat e shqiptarëve del dhe bën xhiro, bën turizm në Greqi, në Itali, kujdo qefi, se s'ka kush i thot çfarë po bën. Për arsye sepse ajo që duhet ta ndalonte dhe ta frenonte dhe ta kundërshtonte, opozita është ndarë në 4 pjesë, që s'është opozita, s'ka bërë në një opozit, as është opozit. Thjesht ka parë interesat e saj dhe bizneset e saj, por në asnjë mënyrë s'ka bërë opozit të mirëfill për interesat kombëtare dhe shqiptare. Kryeministri Edi Rama deklaroi nga Athina se Greqia do duhet heq ligjin e luftës. Çfarë ka bërë Edi Rama në 12 vite për të bindur Greqinë që ta heq ligjin e luftës? Atë ka thënë konsum propagandistik siç bëjnë gjithmonë, se ai gënjen. Se grekët nuk e afrojnë as të dera, po që se do ai, morë me gjitha se nuk e ka parë lajmet. E priti njëri nga shteti grek, nga qeveria greke? A e priti kush? Asnjë. Atëre për kë vajti? Vate Ece Hajde Sulejmani tha sa e bëri mik dhe qëni. Edi Rama vete e vjen bën xhiro se si kryeministër dhe si kryetar qeverie dhe si përfaqësues i shtetit shqiptar nuk e avar njëri. S'ka kurajo ai të thot atyre keni bërë genocid në Çamëri. Nuk ka kurajo të thot hiqni ligjin e luftës. Nuk ka kurajo të thot që ne do sillemi me minoritetin tuaj këtu siç po silleni ju me minoritetin çam. Nuk ka kurajo që të thot që ju i keni tallur dhe shpërgjuar dhe shkelur në përkëmbur shqiptarët për 30 vjet rresht.
sa së shtrim. Thjesht vete u lëpihet atyre, amani u thot më bështesi ju që këta emigrantët janë në Greqi të votojnë për Edi Ramën, nëse se mendon që do votohet, do bëjë zgjedhje. Nuk do bëjë zgjedhje. Dhe thjesht të thash, janë janë gjiro turistike që bën me shpurën e tij, ku do të vete i merr me vete punojësit e bashkive. I merr dhe i thon në Athinë, hajde u thot bëni tipozllut për mua brohoristi. Këtë bën. Këtë bëjnë dhe ata tjerët kur dalin në përfushata. Tani ata s'dalin më se janë bërë kashte koqja, ata u bën 4 pjesë ata. Vajtën në origjinë ata, PD-ja vajtën në origjinë. Kemi 4 PD tani. Daj tallet ky. Se po të kishte PD-ja, të kishte mbështetur të djathtë, të kishte mbështetur të përdjekurit politik, të kishte mbështetur të dhunuarit e diktaturës, nuk do që kështu Shqipëria, do që bërë Shqipëria me kohë. Po këta u kujdesën në mënyrë të veçantë, është kujdesur Sali Berisha që të bllokojë zërin e të përdjekurve politik. Do me thënë, atë detyrë mori dhe atë detyrë i ka vënë vetes dhe i realizoi në mënyrë perfekte. Të përdjekurit politik janë të vdekurit pa mbuluar zotëri. Janë të tradhtuar nga i Sali Berisha. Çfarë loje po luan Edi Rama dhe Sali Berisha me grekët, duke qenë se Rama përpiqet që të afrojë shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Greqi për të marrë votën, nga ana tjetër Berisha ka nxjerrë në sipërfaqe idenë e tij se do të zgjidh një herë mirë çështjen e detit me Greqinë nëse vjen në pushtet. Çap me këtë hallet ai. Ore, emigrantët nuk janë budolle që të gënjej Sali Berisha. Këtë det do nxjerrë në sipërfaqe. Pa të na thot njerëz se nuk po na thot. Ai s'ka pranuar njerëz që e shiti detin ose e fali. Me këtë hallet ai. Tamam, po thash, ore, një shkollë kanë bërë këta, kanë bërë Instituti Marksist-Leninist të drejtuar nga Nezmi Hoxha. Këta vetëm gënjejnë, vetëm mashtrojnë, vetëm tallen me shqiptarët, miru a bëjnë se u gjilë kokën, e u bën kapellën, po jo të tërve na gënjejnë, s'na gënjejnë do të tërve. Sepse duhet ta marrë vesh shqiptarët që problemin e naftës në det, në 2009, në një artikull që kam bërë tek Gazeta Sot, deri ku do vi kufiri me Greqinë, zoti kryeministër, jam unë i pari që e kam nxjerrë në dritë problemin e naftës, se të tërë diskutonin, jo nuk ka thellësi tragete, që nuk ka peshkim, jo budalle që kësaj natyre i largoheshin të vërtetës. Unë thash që këtu bëhet fjalë për naftën. Dhe menduan këta që, nga mëse ka ikur në Amënter Kokës ky. Jo me s'kisha ikur në Amënter Kokës, u vërtetua ka të Cipërisë që ata e kërkojnë atë pjesë për naftën. Dhe do t'i marrën të keqen. Sa të jetë Amerika në këmbë në këtë botë, në këtë planet, ata nuk do puthin as detin, as tokën, do ta dorëzojnë vetë si djemë të mirë dhe çamërinë, do kthejnë çamët në pjesën e tyre, në tokën e tyre, ka mbaruar ajo punë. Më mirë vonë se kurrë. Kryeministri Edi Rama u tha shqiptarëve në Greqi se nuk kanë pse duan dhe nuk i hyn në punë pasaporta e grekut, sepse në 2027 është ai që do t'u jap pasaportën e Bashkimit Evropian. A mendoni se do të arrijë një gjë të tillë? Por nuk do bëjë zgjedhje fare, do arrestohet Edi Rama. Por nuk do bëjnë zgjedhje, do bëjnë arrestime tani, deri në datën 15 fillojnë dhe mbarojnë arrestimet e nomenklaturës së lartë, qoftë të PD-s, qoftë të PS-s. Dhe ai bluan ujë në Havan, themi ande nga anët tona, se s'ka gjë në dorë. Çka ka në dorë ai mo? Po mi mo ata që rrinë atje afër dhe dëgjojnë, nuk i thonë, si do t'i bësh këto pasaporta evropiane të 2027? Si do t'i bësh mekanizmin? Kush të mbështet, kush të pranon? Po ai nuk ka të konsoliduar atë jetën dhe ligjërimin e jetës së emigrantëve atje. Po këta pas kanë bërë dhe një tjetër që unë sot e mora vesh, nuk e dija, që pas kanë vënë job për të gjithë shqiptarët që kalojnë më tepër se 15 ditë apo një muaj kur vinë në Shqipëri, emigrantët. Kjo ishte e pa dëgjuar. Kjo nuk ishte bërë vaki, që t'u marrë $500 job, po kaluan 15 ditëshin nga hyrja në Shqipëri
e shqiptarëve që kanë marrë pasaportat huaja ose dyshtetësinë, këtë sot e dëgjova. Kjo ishte qërësia mbi tort në krimet e pafundme që po bëjnë qeveritë shqiptare. Turp të vi, faqin e thellë. Dhe emigrantët duhet të bëjnë një peticion, të dërgojnë, të mlidhen, sidomos emigrantët e Greqisë edhe të Italisë, edhe të Evropës, Gjermani. Qoni more, folni more se jeni qytetarë të lirë more. Denoncojni more këtë kriminal, denoncojni, sepse me ju po tallet dhe me djegsën tuaj, me punën tuaj. Ore, e dini ju, shqiptarët e diasporës, që këtë pushtet e mbani ju në fuqi me remitancat që dërgoni këtu? A e dini këtë gjë një? A e dini që jeni bashkëpajtor në një farë kuptimi me qëndrimin e tyre në pushtet dhe me gënjeshtrat e tyre? Prandaj ju shqiptarë që jeni në diasporë, po u drejtojmë ballë për ballë, su kam për ballë, po e di që do më diqni. Qovni dhe kërkojni llogari e Tiranës kur vjen atje. Toni, hajde këtu ti zotëri, me këtë talleshti, kë gënjenti, cila është ajo Europë që do na jep neve pasaport 2027-ën? Pra, ti thua të metesh gjithë jetën në pushtet edhe pa sepse edhe një tjetër. Ky sa merr pushtetin, pastaj është diametralisht i kundërt me ato që ka thënë. Është i pa fytyrë, është i pa besë, është i pa ndershëm, është mashtrues. Ndaj u them shqiptarëve, mos e besoni këtë mashtrues ordiner, këtë mashtrues rrugë, që quhet Edi Rama. A mendoni se Greqia mund ta bllokojë procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Kur ti doj qefi. Dhe me këtë kartë ka lozur Greqia që hëse do të blokojmë atje po në nani dhe këtë, do të blokojmë në nani dhe këtë. Dhe në fakt, Greqia është tallur me neve se Greqia blokon këta, jo neve, jo si qytetarë qytetarë, do në bëj neve. Ne në Evropë jemi, ne as humim as fitojmë gjë me vajtjen në Evropë. Zoti Islami, çfarë po ndodh mes Turqisë dhe Greqisë teksa para pak ditësh ka pasur thirrje anti-turke në ditën e pavarësisë së Greqisë dhe Ankaraja ka cilësuar këtë si një provokim shumë të madh. A përbën Greqia një aktor, po themi, mjaft provokues në rajon, qoftë edhe në raport me Shqipërinë? Faleminderit që ma bëre këtë pyetje, se do doja ta trajtoja. Partje më ra në dorë një video e një reparti ushtarak grek, i cili as më shumë, as më pak në ditën e festës që kanë grekët për pavarësi në 25 mars, kërkonin që të çlironin Voriopirin, të sllavoruar nga shqiptarët, të roburuar nga shqiptarët, dhe po që nevoja thoshin do marrim armët dhe të pa organizuar, do marrim armët dhe do ikim, do vemi do shirojmë Voriopirin. Asnjë fjalë nuk dëgjoj nga politika shqiptare. Dhe për turp të botës, për këtë policiri që po na drejton, ishte në Greqi dhe nuk tha çan këto që po thoni. Në një kohë që turku që është shtet, dhe nuk është bordel, si bordelli i Edi Ramës, turku u ngrit dhe protestoi dhe sot dëgjoja dhe mbrëm dëgjoja televizionin greke që po e komentonin në mënyrë me histeri, domethënë që është kjo që po na kundërshton neve Turqia të flasin për festën tonë. Në fakt nuk flisin për festën, po flisin për se duan të marrin atë Stambollin. Ore, Greqia vetëm kërkon në këtë botë, është shteti më agresiv që ka në Ballkan, bashkë me Serbinë. Dhe politikanët tanë që vënë në Greqi dhe lëpin këpucët e Mitsotakit, nuk ndjen fare, duke qenë atje. Ne këtu e pam se ç'po ndodh. Si pa e Dinama atje, nuk bëri një protestë sociale, çfarë të thonë ju? Që ky Voriopirin që kërkoni ju. Prandaj u them diasporës dhe qytetarëve shqiptarë, hapni morsy, sepse keni një përbindës, një gjarpër që po u mashtron dhe po u gënjen ditë për ditë. Keni një gjarpër, është gjarpër e Dinama, nuk është mburr shteti, nuk është kryeministër, është i gjarpër, pikë. Të kalojmë pak në kampin opozitar ku Berisha ka deklaruar se do të vi konsulenti i tij fushatës për zgjedhjet e 11 majit, Kris Lasivita, dhe në momentin që ai do të vinë në Shqipëri, do të jetë surprizë për Edi Ramën, ai sa mund të godas edhe kokën mbi tavolinë. Çfarë do të thotë kjo deklaratë e Berishës kundrejt kryeministrit Edi Rama? Mashtruesi binjak si Amezi Edi Ramës.
mashtruesi, binjak, siamez i Edi Ramës. Gënjem. Lasi Vita nuk e llogarit njeri i fare dhe Lasi Vita nuk ka treguar se nuk ka dhënë burimin sa para i ka paguar Sali Berisha dhe Sali Berisha na thot ku i gjeti para $2 milion që ka paguar Lasi Vitën. Ku i gjeti? Se këta heqën të varfër. Këta thonë skemi. Në një kohë që kanë vile, kanë gratacieli, kanë pallate, kanë drejt me të birin, çfarë s'kanë, çfarë nuk kanë. Dhe këta dridhen si gjarë për një shkop për të ruajtur pasurinë e vjedhur shqiptarëve, për të ruajtur paratë e vjedhura shqiptarëve. Jo zotrin, ai Lasi Vita nuk vjen më këtu, sepse nuk do bëj më, se nuk do bën zgjedhje. Dhe ky gënjen simpatizantët e tij, vazhdoni o demokratë e mi, vazhdoni, ikni pas Sali Berishës, se do të bëj Çirakse që bëri ka 12 vjet që na bën xhiro në bulevard, se do rëzoj sot Edi Ramën dhe do t'i marrë të keqen nesër, në fakt ata në unison me njëri tjetrin. Ata të tëra gjëra që bëjnë bashkë. Pa përjashtimi bëjnë bashkë, mos u duket çudi shqiptarëve. Ata gënjejnë, mashtrojnë, shfrytëzojnë, vjedhin, shtypin, vrasin bashkë. A mendoni se kryeministri Edi Rama do të goditet sa i përket dosjes me Gonigal, duke qenë se amerikanët e kanë në dorë këtë dosje dhe përfaqësuesit amerikanë të Obdatit janë rikthyer sërish në SPAK? Unë kam besim të drejtësia amerikane dhe të shërbimet amerikane të inteligjencës. Por kam bazoj besimin edhe në një faktor tjetër që përderisa Edi Rama arriti dhe rekrutoi numrin 2 të FBI-t, të FBI-s amerikane, për ata është rrezik kombëtar Edi Rama, nuk është pak, është shumë i rrezikshëm. Dhe prandaj them që Edi Rama do arrestohet mbasi të bëhet qeveria teknike këtu në Shqipëri. Unë prapë bëjthin e shqiptarëve, shkoni morë tek partia Shpresa Demokrate Shqiptare, se si që shikoni, Partia Shpresa Demokrate nuk merr pjesë në zgjedhje, nuk është regjistruar fare për të votuar. Si thoni, nuk do Partia Shpresa Demokrate Shqiptare që të vinë pushtet? Patjetër që do. Por jo me këtë lukuni uqërish, dhe jo me këto banda gangsterësh marksist-leninist që qeverisin Shqipërinë sot e 80 vjet. Pra, fakti që nuk merr pjesë Aleanca, Shpresa Demokrate në zgjedhje, flet shumë i thotë të tëra, për ata që kanë synë ballë. Ndërsa kthimi i oficerëve të Obdatit dhe ndjekja e Edi Ramës është e padiskutueshme. Ka mundësi që Edi Rama të ketë vajtur në Greqi të kërkojë strehim këto kohë, tani që vajti. Sepse e di se që pret. Edi Rama e di mirë, e di fare mirë, jo mirë, po e di fare mirë. E ka plotësisht të qartë. Dhe gjithmonë misionari shqiptaro-amerikan i a thot Shqip, Edi e ke vëndi në Burg i thot. Ke qenë në Burg në Francë, ke bërë atë, ke bërë që a thot të tëra, prandaj largohu. Mirë po e që nërme komfortësit se mbështetet tek Athina, te Beogradi dhe te Moska. Po para Amerikës nuk i shkon. Ka mbaruar e punë. Pra, ata do të arrestojnë Edi Ramën. Dhe do jap llogari Edi Rama për ato që ka bërë dhe për atë krim që ka bërë kundrejt shtetit amerikan. Me Gonigalli, a e di mirë se që pret atje, po që i takon drejtësisë amerikane dhe nuk më duhet gjë mua se do bëjnë ata në vendin e tyre. Shpresoj dhe uroj që bashkë me Gonigallin të marrin dhe këtë me Gonigallin ton edhe ta çojnë aty ku duhet. Po partitë e vogla në këtë fushat elektorale që pritet nisë shpejti, si keni parë ku Adriatik Lapaj dhe Agron Shehaj kanë nisur përplasjet midis tyre, ku Lapaj e ka paditur ditën e sotme Agron Shehajn për shpifje në akuzat që ai ka bërë ditë më parë. Shikon, Adriatik Lapaj, para se të kritikoj dhe të padisi Agron Shehajn, duhet të thotë shqiptarëve që është pjellë e Sorosit. Dhe që është pjellë e Sorosit e vërteton fotografia e tij në motorskap me Kimetin, me Yuri Kimin. Këtë të thotë shqiptarëve Adriatik Lapaj. Nga e njohu Yuri Kimin ai? Shqiptarët ka gjë duhet e kuptojnë, derisa e pranoi Vuri Besin. Ora këto janë
ta bëj dhe të trasha ca gjëra, nuk i bëj me trun kokë. E planon e Dirama Adriatik Lapaj që të bëj debat tek Arjan Çani tek pull. Dhe ai tek pull, ai famshëm Adriatik Lapaj nuk thot asnjë gjë se ku i gjën parat, se kush po thot nga simpatizantët. Cilët janë ata simpatizantë, por që do të japi ty me 10.000 euro të bësh të fushat nga do qefi ty atë, dalë mbredhës. Jo, janë mashtrues, janë partiçkat e Sorosit, janë lekët e Sorosit. Agron Shehajn nuk e njoh nga afër, nuk kam të drejtë të them asnjë fjalë për të, sepse nuk e njoh. Ndërsa Adriatik Lapën që e njoh që nga viti 2011, po, pra të kam shumë, por si jam ban të dalë të bëj, e kam provokuar në Facebook, e kam të ndil, po e burë të bëjmë debat bashkë. Por nuk den, se nuk bën dot debat Adriatik Lapaj me ne që e njohën, bën debat me ata që nuk e njohën. Edhe tek partia Adriatik Lapaj, po të shikosh, ka një femër atje, që ka qenë LSI-s. Ky është Adriatik Lapaj. Këta kam mbledhur. Megjithatë, të jeti sigurt Adriatiku dhe të gjithë Adriatikët se zgjedhjet nuk do bëhen, këto partiçkat do vënë atë ku kanë origjinën dhe Shqipëria do shpëtojë nga këta, se këta janë thjesht metastazat të kancerit qendror që quhet Partia Komuniste e Punës, Socialiste, Rilindase, Demokratike, Socialdemokrate e Shqipërisë, ka shumë emra, po i them të tërë se një parti është. Praktikisht është një parti. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj juve për ftesën. Të dashur shikues, bashk do shihemi në intervistat tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.